Betohem. Kërkojmë kohë shtesë. Kosova është sërish në ngërç politike dhe pse 120 deputetët e bën betimin, kuvendi nuk arriti që të konstituojë, seanca u ndërprej pa afat pasi lëvizja vetëvendosje nuk propozoi kandidatin për kryetar të kuvendit. Konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të kuvendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për negociata politike, duke argumentuar se synimi është shmangja një tjetër cikli zgjedhjesh të parakohshme. Kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Por opozita reagoi ashpër, PDK, LDK dhe AK akuzuan Kurtin për mungesë përgjegjësie dhe për zvarritje të qëllimshme të procesit institucional. Shenjë e mungesës së seriozitetit, përgjegjësisë nga partia që ka fituar numrin më të madh të urtëseve. Ky është Albin Kurti, ai din edhe debatoj edhe të hap fushat elektorale, edhe të kërkoj shtesë, duke menduar që është një edhe i vetmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik. Ka emër tjetër kjo situatë, përpose grushtet i mbrëmshëm. Kërkova vetëvendosje konfirmon se bisedimet me LDK-n po vazhdojnë për përpjekje për të siguruar një marrëveshje që do të zhbllokonte institucionet. Kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive. Deri të premten duhet bëhet tentativa e radhës për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ndërsa ekspertët vlerësojnë se nëse një gjë e tillë nuk ndodh, rrezikohet që të kryhet një shkelje e rënde e kushtetutës.